Këngëtari i njohur Erik Lloshi teksa fliste për ndarjen nga jeta e artistit të njohur Shpat Kasapi, ka rrëfyer se në një intervistë së fundmi në një podcast ka treguar një situatë të pakëndshme që ka përjetuar pas ndarjes nga jeta të mikut të tij, Shpat Kasapi, duke u shprehur i revoltuar në disa reagimeve që i kanë konsideruar të shëmtuara dhe mungesë totale ndjeshmërie. Artisti tregoi se pas humbjes së papritur të Shpat Kasapit në moshën 40 vjeçare, ai ka qenë njoftuar në një emision televiziv për ta kujtuar dhe nderuar figurën e tij. Gjatë asaj dalje e emocione kishte pushtuar dhe nuk ishte mundur t'i frenonte lotot, por ajo që ka indignuar më shumë artistin ka ndodhur pas kamerave. Sipas tij, disa komente që janë bërë kanë qenë jashtë çdo norme njerëzore. Pas emisionit kam dëgjuar komente si "sa bukur qaje", madje më kanë ardhur dhe ftesa të tjera që të qaj prapë për Shpatin nga një gazetar. I thashë të e bëj kur të vdesësh ti, tregoi Erik Lloshi. Këto fjalë kanë revoltuar thellësisht këngëtarin, i cili ka theksuar se është njeri i fyer nga mënyra se si një dhimbje reale dhe një humbje e madhe personale mund të shndrohen në spektakël. Ai ka ngritur edhe një kritikë të fortë ndaj mënyrës se si disa media dhe individ trajtojnë tragjedit, duke theksuar se humbja e një miku nuk mund të përdoret për sensaciona apo për klikime.